I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Të gjithë neve që jemi këtu tani, jemi në atë gjendjen pa kohë. Prandaj dhe kur prifti fillon shërbesën e mëngjesores para liturgjisë, merr kohë, qero i thonë, që do të thotë hyn në gjendjen pa kohë të Zotit. Kështu edhe ne besimtarë tani jemi në gjendjen pa kohë, do me thënë, jemi larguar nga koha dhe hapësira që jetojmë në këtë botë dhe kemi ardhur këtu në kish, në shtëpinë e Perëndis për të marrë pjesë në liturgjinë hyjnore, që është shfaqja e mbretërisë së Perëndis në tokë. Prandaj, kur vim këtu dhe hym brenda kishës, jo thjesht si ndërtesë, por kur hym në shërbesat kishtare dhe sidomos në liturgjinë hyjnore, ne duhet harojmë gjithçka që kemi lënë nga pas. Problemet që kemi me vete, me të tjerët, vështirësitë, sëmundjet, padrejtësitë, inatet, zemërimin, urrëtitjen, e gjithçka që neve e mbartim nga koha dhe hapësira në këtë botë, në këtë tokë që është lugina e hijes dhe vdekjes, ne duhet ta lëmë pas. Sepse kemi hyrë në mbretërinë e Zotit, ku nuk ka fare gjërat e kësaj kohe, dhe kësaj hapësire, e kësaj bote të mëkatit, por ku ekziston vetëm adhurimi, falënderimi, gëzimi, paqja në Zotin, bashkë me angjët dhe me shenjtorët. Si e kuptojmë këtë? Në liturgjinë hyjnore dhe neve këtu që e kryejmë këtë liturgji hyjnore, kënduam një himn, quhet himni qeruvik. Ne që simbolizojmë mistikërisht keruvimet dhe i këndojmë të nis jetë bërë se himnin trishenjtor. Le të largojmë prej nesh tërë kujdesin për jetën, që mbretin e gjithave të presim pa dukurisht, pasuar për reshtave angjëllore, aleluja, aleluja, aleluja. Ky himn këndohet në liturgjinë hyjnore të Shën Jangu i Artit që ne kryejmë të Shën Vasilit të Madh. Pse kisha e këndon këtë himn? Çdo gjë që këndojmë këtu në kish nuk është thjesht poezi, art poetik njerëzor. Është frymëzim hyjnor. Pra, qielli zbret në tokë dhe gjërat që bëhen në qiell ne i imitojmë këtu në tokë. Dhe kush janë keruvimet? Pra ne që simbolizojmë keruvimet. Keruvimet janë fuqira shpirtërore shumë të mëdha. Është në triadën e parë të fuqirave shpirtërore, që janë serovimet, serafimet, pastaj janë keruvimet. Keruvimet janë fuqira që siç e ka parë dhe profeti Ezekiel, janë me shumë sy dhe qëndrojnë poshtë fronit Perëndis. Mbi ta qëndron froni i Perëndis. Mbi ta ri ulur Perëndia, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Pra janë qenie jashtëzakonisht të shenjta, jashtëzakonisht të fuqishme, të lavdishme, që mbajnë fronin hyjnor. Por ne njerëzit, një njerëzit e dobët, ne njerëzit prej balte, një njerëzit mëkatar, ne simbolizojmë mistikërisht keruvimet. Dëgjojmë, që do të thotë? Duke u bërë i krishterë, duke u bashkuar me Krishtin, duke u veshur me Krishtin, neve jo vetëm bëhemi të ngjashëm me forcat shpirtërore, angjëllore, si keruvimet, po bëhemi dhe më të lartë se ata, se bëhemi krishtër. Por ashtu si te këto forca qëndron Zoti lart, ashtu dhe Krishti është brenda nesh. Prandaj thuhet ne që simbolizojmë keruvimet, sepse Zoti ri tek neve. Jo thjesht në një shtëpi të ndërtuar me gur ose beton, por ri në zemrat tona, ri në kishat e mishta, të gjalla që jemi neve. A e kuptoni se sa i rëndësishëm është të qenit i krishterë? Dhe çfarë roli kemi?
ne mbajmë Zotin brenda vetes sonë, sepse ne jemi të pagzuar, të ndriçuar, të shenjtëruar, të kunguar dhe Zoti rri tek ne, lëviz nëpërmjet nesh, vepron nëpërmjet nesh. Pra, si na thotë edhe një shenjtor i madh, Shën Gjermanoi i Konstantinopolës, kisha bëhet qiell në tokë, sepse njerëzit e ëngjit lavdërojnë së bashku Perëndin. Kuptohet që ne nuk bëhemi si ëngjit nga natyra, ata mbeten ëngjit, ne mbetemi njerëz, por nga funksioni bëhemi të njëjtë. Ashtu si ëngjit adhurojnë Perëndin, dhe kjo është ushqimi i tyre, është mënyra e tyre të jetesës, ashtu edhe neve bashkohemi me ëngjit në adhurim dhe bëhemi qenie këngëtare. Ëngjit janë qenie këngëtare, ato këndojnë Zotit. Edhe ne njerëzit na është dhënë kjo mundësi që t'i këndojmë Zotit dhe të bashkojmë zërin tonë me zërin e ëngjëve në këtë him qeruvik ose trishenjtor. Themi, siç thonë edhe ëngjit, shenjt, 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 Zoti Sabaoth, qielli e toka janë plot me lavdin tënde. Por, shikoni çfarë na thuhet, le të flakim tej tër kujdesin jetësor. E tham në fillim të bisedës sonë që të gjithë neve vim këtu të ngarkuar në kish. Pse vim në kish? Nuk vim në kish thjesht sepse nuk kemi çfarë bëjmë për të kaluar mëngjesin sa në mënyrë relaksuese. As vim këtu në kish për të parë një dramë, një teatr, një aktrim të priftit, ose të dëgjojmë dhe zërat e bukur të psallëve. Jo, nuk vim për këtë. Vim se jemi të ngarkuar nga barra e mëkatit. Çfarë tha Krishti? E janë tek mua o njerëz të ngarkuar me barrën e mëkatit. Ma jepni mua. Prandaj edhe njerëzit fatkeqësi nuk vinë kishe. Dini pse? Se nuk ndjejnë se kanë barrë mëkati. Ashtu si një sëmurë nuk shkon të takoj mjekun se kujton se është i shëruar, kështu dhe ata njerëz që thonë që nuk kemë mëkate nuk vinë kish. Se thonë, për çfarë do shkojmë kish? Unë s'kam asnjë ngarkesë mëkati. Edhe pse bëjnë mëkate. Vetëm ata që kuptojnë se janë mëkatar, ata kanë ndjeshmëri. Ata vinë në kish, sepse duan të heqin barrën e mëkatit e t'i japin Krishtit. Prandaj, kur vim këtu, ne vim me barrë mëkati, por këtë barrë mëkati dhe këtë mërzitje, këtë zëmërim, këtë inat dhe këtë dobësi dhe këtë pasione instikte që na vinë në këtë botë dhe i keme të prit, duhet i lëmë tek dera e kishës. Dhe këtu duhet largojmë çdo gjë, t'ia japim Krishtit dhe të drejtësohemi nga barra e mëkatit, të lirohemi nga të gjitha shqetësimet dhe prekupimet dhe vështirësitë dhe t'i drejtohemi vetëm Zotit. Tani jam vetëm me Zotin. Bota nuk ekziston për mua. Asnjë nuk ekziston për mua. Unë dhe Zoti. Kjo është arsyeja që marrim pjesë në liturgjinë nore. Dhe kur marrim pjesë në liturgjinë nore, duhet të harrojmë botën, të paktën për aq kohë sa jemi këtu në kish. Jo se neve ndajemi nga bota, jo se ne ndajemi nga njerëzit, jo se neve i harrojmë mallet, por të paktën këtu jo, sepse Zoti është me ne. Dhe kur është Zoti me ne, gjithçka është në interesin ton, është në të mirën ton. Dhe çfarë ndodh? Ndodh ajo që këtu kalot një procesion. Ju i pat, kaloi prifti me potirin në dorë dhe i shoqëruar. Çfarë po ndodh? Çfarë po bëjmë ne këtu? Aktrim, teatr, jo. Po bëjmë një mister. Që do me thënë? Buka dhe vera që ne sillim në mëngjes këtu në kish, që janë të Zotit dhe ne adhurojmë po Zotit, prifti i merr ato dhe në emër të Krishtit i përgatit. Nga ajo prosfora nxjerr qingjin, që është simbol për Krishtin. Dhe po ashtu dhe nxjerr disa meridhe, disa thërrime për kujtim të zonjëshëmëri, të fuqirave angjëllore, të profetëve, të apostujve, të shenjtorëve, të besimtarëve, të gjallëve dhe të vdekurve, dhe i bashkon në disk. Po ashtu ka dhe potirin me verë. Sepse këtu në kish ne bëjmë atë çfarë bëri Krishti, darkën mistike, që mori bukën, e bekoi, e theu dhe i tha: "Merrni hani, ky është trupi im."
Dhe mori potirin e bekoi dhe tha, merrni pini, ky është gjaku i beslidhjes së re. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Këtë bëjmë tu në Krisht. Pra, Krishti është tu prezent. Por, Krishti e bëri të mundur shpëtimin ton, jo thjesht vetëm duke kryer darkën mistike, por duke u flijuar në kryq. Dhe ju e dini që Krishti mori një kryq dhe shkoi në Golgotha dhe u kryqëzua atje. Këtu pra ne kujtojmë atë procesion që Krishti me kryqin në krah po shkon për të kryqëzuar. Dhe altari i kishës bëhet vendi i kryqëzimit, vendi i varrimit, vendi i ngjalljes. Dhe prandaj Krishti na vjen dhe na shfaqet i ngjallur kur prifti mban potirin në dorë dhe thot, afroni dhe kungoni me frikë, besë dhe dashuri. Pra, çfarë ndodh këtu në Kish? Ndodh një ngjarje e zakonshme. Zoti zbret nga qielli. Dhe thuhet atje që mbretin e të gjithave të presim. Kë po presin ne këtu? Nuk po presim priftin. Po nëpërmjet priftit që është një ambasador i Zotit, presim mbretin e qiellit dhe dheut. Në qoftë se këtu do vinte një shtetar i dëgjuar, patjetër që fshati do ishte mbledhur. Aq më tepër do vinte një mbret. Sa më tepër do vini. Po themi po vjen mbreti i qiellit dhe dheut. Të gjithë të mëdhenj dhe të vegjël do të ishin këtu. Se po vjen mbreti. E mbreti ka ardhur, e mbreti kaloi këtu. Po ku janë njerëzit? Ja pra se njerëzit nuk besojnë. Dhe thon, ku është Zoti? E Zoti thot, unë kam ardhur sa herë tek juve. Sa herë kam kaluar afër shtëpisë tënde, por ti nuk dënjove të mbish. Kush u mbet? U mbet mbreti? Jo, ai është Zoti i qiellit dhe dheut. U mbasim neve. Prandaj është një mëkat i jashtëzakonshëm të mos vish në kishë të dielave. Sepse vjen mbreti, dhe mbreti vjen për bekim, mbreti vjen për falje, mbreti vjen për dhurata, mbreti vjen për shpëtim. Presim mbretin e të gjithave, të pasuar padukurisht për erështave gjellore. Si vjen një mbret? Pra, një mbret gjithmonë vjen me ushtar, me obërtar, me fuqi, me lavdi. Edhe mbreti i qiellit vjen i shoqëruar nga angjëj shenjtor, sikur të hapen e sy tani këtu, në këtë çast. E dini si është mbushur kisha këtu? E para njëherë anin gjëtan rojtarja, që i vinë sa herë që neve jemi në një vend, sidomos në kishë. Është ëngjëlli i kishës. Janë shenjtorë që dërgohen nga qielli. Janë fuqira angjëllore. Por po të na hapen syt, unë e di që i pari unë do i kisha larguar nga kisha. Për shkak të frikës, se i mëkatar. Prandaj dhe Zoti nuk na i zbulon këtë mister të madh, çfarë ndodh këtu. Po ne e shohim me sytë e besimit. Edhe shoqërohet mbreti me këto fuqira. Prandaj këtu në kishë duhet të rrim me frikë Perëndije. Nuk flasim, as kokën majt as djasa nuk e themi, por përqendrohemi te ikona e Krishtit të shënmërisë dhe themi me frikë Perëndije të gjitha ato çfarë i thot Krishta. Dhe themi aleluja, aleluja, aleluja. Që do thot lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Çfarë bëhet kur vjen një mbret? Brorasin njerëzit. Çfarë bëhet kur vjen mbreti i qiellit dhe unë kish? Lavdërojmë Zotin, lavdi Zotit, se s'kemi çfarë themi gjë tjetër. Dhe për këtë jemi krijuar, të lavdërojmë Zotin, dhe Zoti na bekoj, ashtu siç bëjnë dhe angjëjt në qiell. I themi të gjitha këto të dashur të krishterë, se këtu në kish ndodhin gjëra të mëdha, të jashtëzakonshme. Prandaj duhet besimi, që është qisa e gjashtë, që nuk e kanë njerëz të pabesë. Prandaj dhe kur flasin ne thonë ata s'janë në vete. Ata nuk janë në vete. Ata janë të verbër, po ne shohim. Ne kemi syrin e besimit. Prandaj vim në kish. Prandaj rim me frikë Perëndije. Prandaj marrim pjesë në adhurim. Prandaj themi himnin qeruvik. Prandaj dhe kungohemi me frikë, besë, dashuri me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Dhe Krishti vjen bashkë me shenjtorët. Një me shenjtorë që ka dhe ditën. Sot nderohet një shenjtore e madhe, Zonja Shën e Premte, që kemi dhe ikonën atje. Dhe a është një ndër shenjtorët e mëdha martire, e cila dha gjithë shka për Krishtin. Dha virgjërinë e saj, dha jetën e saj,
dha edhe kryet e saj, edhe u bë një martire e madhe. U bë si ajo ara që u mbo dhe dha fruta 100%, duke qenë një shenjtore e kurzuar me 3 kurora të vigjerisë, të apostullimit dhe të martirizimit. Këto janë shembuj që duhet i kemi, jo shembujt e botës, po këta janë shembuj, shenjtorët. Dhe nderimi më i madh që i bëjmë një shenjtori, siç është dhe sot zonja Shënepremte, është imitimi. Ndoshta ne nuk mund bëjmë martirë se zonja Shënepremte, por për ta imituar po. Si ta imitojmë? Ta imitojmë atë nga zedhi që kishte ajo, që të parapte fjalën e Zotit. Të gjithë neve sot mund ta parapim fjalën e Zotit. Nuk janë vetëm klerikët, por dhe laikët. Dhe mbi të gjitha, neve duhet të bëjmë një jetë martiri, që do thotë jo thjesht të na presin kokën, po të martirizojmë mëkatet, pasionet, dëshirat tona mëkatare, dhe të jetojmë me moral, që kështu edhe neve, kur të mbarojmë këtë jetë, të bashkohemi bashkë me shenjtorët, dhe ta themi himnin atje në qiell, duke thënë bashkë me angjëjt dhe shenjtorët, shenjt, 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 Zoti Savaoth, qielli dhe dheju janë plot me lavdin tënde, Hozana më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Amin.